qytetarët shkruajnë me bindje të tyre. Tani ka një platformë që është AI ose inteligjenca artificiale. Që dhe kjo ndikon në këtë ngjashmëri ka Pa shmarrë të sepse prezantimit? ajo i merë, inteligjenca artificiale nuk është që shpik diçka, por i merë gjërat se si janë të shkruara kryesisht në internet, në portale, dhe kombinon informacione. Do me thënë, i merë të tilla edhe kësisoj. Dhe madje tani më habit edhe kultura e shkrimi që është shumë fish më e mirë se sa që jemi mësuar, sepse ne kemi parë deputet, kemi parë ministra, kabinet, kryeministra, që kështu me radhë, të cilët kanë probleme bazike në komunikim. Pra, do me thënë, në komunikimin e kanë, që të thosh, gogja shkallë me një mungesë, i lëshon për dëshiruar. Prandaj, përdorimi i tyre bëhet në këtë përmas. Tashi, edhe duhet, se ne nuk mund të shpikim dhe nuk jemi ata që kemi shpikur, pra se si bëhet duhet marrim shembull gjuhë të mëdha. Unë spaku 2 gjuhë i kam gjuhë akademike që edhe përkthej dhe kam bërë shkollë dhe natyrisht se ata bëjnë siç do të bënte edhe të tjerë, sepse nuk janë të njëjtit, pra ndrohen dhe për fat të keq kemi parë se nuk është se ndrohen për nga cilësia. Hiç në individ caktuar, pra si mas në përqindje absolute janë të tillët. Prandaj këto e devalvojnë sepse thjesht është një pandjeshmëri në raport me qytetarin, me popullin, është një padituri për gjetur shprehje të ndryshme dhe në një paraqitje, në një status, në një rrjet social, një person i caktuar i cili po kërkon mbështetje nga qytetarët e përdor disa herë.